unë tash pres ditëve në vim edhe me ashpërsu gjuhën Vjosa Osmani. Këmë bo shumë ma e vrajt në këtë fushat ka me qenë edhe shumë ma radikale ka me qenë këtë fushat. Në fakt gjithë se ka filluar një platforme dhe thumbat s'ka fillu për një nëpërmjet postimeve të saj. Alo s'ka fillu për një me, unë pres shumë me qenë ma e ashpër. E prisni tjetë një gare e ashpër. Zonin për juve, a keni pritje që kjo fushat jetë më e ashpër për shkak të futjes së Vjosa Osmanit në këtë garë? Shiko, saj për këtë gares, si garë do tjetë më ashpër si garë, por nuk isha besu dhe nuk isha dash me pa gare në ashpër në gjuhë. Për shkak që po flasin për një garë politike cila në fund do duhet të ulen gjithë bashku për t'i kryuar institucionet. Nëse do të përsëritim pra kalumen dhe do të kemi garë të ashpër, do të rrezikohem përsëri pra pas disa dite me shku zgjedhje. Dhe në këtë kuptim pra atëherë ne s'kemi me arrit për t'ju kërë institucionet. Albin Kurti, ja s'dashtë mi bo institucionet. 51% që po pretë ma shumë a i me pas? Po pajtona, po kjo 51% që shkon shumë strategjik. Po strategjik, po tash... Nuk ka qenë vullnet direkt i votës të pastër. Pra ka qenë strategjik, që edhe në politikë është aspekti strategjik. Absolutisht du të mja dhonë dorën, sepse i sili gjitha partit opozitare një vit, edhe i majt i zgjedhjes kur i konvenant. Kur dash të vetë. Dhe, por që... E pse partit tjera ranë në këtë kohë? Po dihet pse, a i pat 90% votave në diaspor, kjo është normale, nëse ki dikun përqindjen e lartë votave synon, mas shumë të qatë elektorat